Skema e re kriminale që po realizohet në Kosovë. Dyshimi është që në këto 34 milion litra të derivateve, gjitha nuk janë derivate, po ka edhe ujë. Institucionet po i mbyllin syt para këtij skandali. Për me zbulu cilat janë dyshimet e prokurorisë speciale dhe SPAK-ut në Shqipëri, dëgjojeni historinë në vazhdim se çysh u organizu kjo skemë kriminale. Sot kemi me fol për një temë mjaft të ndjeshme që ka të bëjë me rritjen e importit të derivateve të naftës dhe benzinës që po vjen nga Shqipëria në Kosovë. Çështja është kështu: gjatë periudhës janar-maj, pra gjatë 5 muajve të vitit 2024, në Kosovë kanë hyrë diku mbi 330 milion litra derivate të naftës dhe benzinës. Tash gjatë periudhës së njëjtë, pra janar-maj të këtij viti 2025, në Kosovë kanë hyrë diku mbi 365 milion litra derivate të naftës dhe benzinës. Diferenca po i bën që këtë vit Kosova ka importuar mbi 34 milion litra më shumë derivate të naftës dhe benzinës. Normalisht që kjo duhet me kanë alarm i madh për doganën e Kosovës, për institucionet e Kosovës, sepse nuk ka ndonjëfar dallimi të zhvillimit ekonomik në Kosovë që me u rrit kaq shumë kërkesa për derivate ose me pas një diferencë kaq të madhe të importit të derivateve me vitin e kaluar. E bashkë për këtë punë, sipas burimeve të sigurta të Gazetës Nacionale, ka nisë hetime nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës në bashkëpunim me SPAK-un në Shqipëri. Kjo sepse po dyshohet që me importin e derivateve të naftës dhe benzinës po realizohet një skemë e re e madhe kriminale, e cila po sjell përfitime të majme për grupe të caktuara në Kosovë, po edhe në Shqipëri. Dyshimet janë këto: disa kompani, pra pompa të derivateve në Kosovë, i kanë gjetë disa lidhje me 2 kompani. Deri më tash, pra, po dihen 2 kompani në Shqipëri, prej të cilave po importojnë derivate të naftës dhe benzinës. Por dyshimet janë se maunat e kamionave që po i sjellin derivatet në Kosovë, disa dhomat e këtyre maunave po mbushen me derivate, ndërsa dhomat e tjera po mbushen me ujë. Pra me kuptu më qartë, disa kompani nga Kosova, po i marrim shembull disa shifra, pasi që jemi të fol për mbi 34 milion litra më shumë, po na vetë po e marrim një shembull sa me përshkru për qytetarët. Për shembull, po i blejnë 5000 litra disa kompani prej Kosovës, po i mblejnë 5000 litra derivate të naftës dhe benzinës në Shqipëri, të cilat po ngarkohen në mauna në Shqipëri dhe po nisen për në Kosovë. Çto mauna që janë ngarkuar kincë me derivate të naftës dhe benzinës, po dyshohet se një sasi e vogël po mbushet realisht me derivate të naftës dhe benzinës, ndërsa sasia më e madhe e këtyre maunave po mbushet me ujë. Për shembull, prej 5000 litrave, 1000 litra janë realisht derivate të naftës dhe benzinës, ndërsa 4000 të tjera po mbushen thjesht me ujë. Krejt kjo sasi, pra 5000 litra derivate të naftës dhe benzinës, po zhdoganohet në Kosovë pastaj si derivat i naftës dhe benzinës, pra po e kalon kontrollin doganor dhe po vjen tek kompanitë që e kanë bu porosin në Kosovë. Tash çdo kompani në Shqipëri që e kanë bu shitjen kinse 5000 litra derivate të naftës dhe benzinës, realisht u dash me shkruaj dhe fatura që i kanë shit, i kanë nis për eksport prej Shqipërisë në Kosovë. Realisht ata i kanë shit vetë 1000 litra, ndërsa 4000 të tjera po dyshohet se po mbesin në Shqipëri dhe po shiten pastaj në tregun e zi, duke ikur normalisht taksave të derivateve në Shqipëri. E gjithë kjo skemë kriminale po dyshohet që po ndodh në bashkëpunim me kompanitë pastaj në Kosovë. Tash kur po vinë këto 5000 litra te kompanitë e derivateve në Kosovë, po e kalojnë doganën e krejt, realisht kompania i ka marrë vetë 1000 litra derivate, sepse 4000 litra të tjera janë ujë. Nëse i ka zhdoganu 5000 litra derivate, pra ka pagu doganë për çdo derivate, normalisht kompanitë në Kosovë tash duhet edhe me i bë dalje, pra shitje 5000 litra derivate. Po çka po ndodh tash? Këto shitje po i bëjnë duke lëshu fatura fiktive për kompaninë ndërtimore në Kosovë. Janë disa kompani të dyshuara. Pra derivatet që realisht janë ujë nuk ekzistojnë fare. Këto kompani në Kosovë po i shesin tek kompanitë ndërtimore, të cilat shkojnë edhe i blejnë këto fatura sepse ju duhen për me u mbulu në ATK tek kompanitë e veta ndërtimore. Për shembull, unë si kompani e ndërtimit në Kosovë, po më duhen me i bë 1000 euro shpenzime, pra fatura me i barazu faturat në kompaninë tem, shkoj tek pompa e benzinës që po merr çështu prej Shqipnisë ujë, edhe i thom lëshoma një faturë për 1000 euro naftë ose benzinë, çka do, unë ta paguaj 200-300 euro ose sa do që duhet për me i pagu taksa tek ATK-ja. E di që situata po t'ingllon pak e komplikume, sepse edhe është e komplikume. Pra është një skemë e dyshuar kriminale që nëse faktohet edhe nga ana e Prokurorisë Speciale, po edhe SPAK-ut në Shqipëri, ka me qenë një ndër goditjet më të mëdha ndaj grupeve të organizuara që bëjnë kësaj lloj krimesh, për me ju ik tatimeve, me mashtru shtetin edhe me përfitu pastaj grupet caktuar përmes tregut të zi. Për krejt çështjet e lartcekura kam dërguar pyetje edhe në doganën e Shqipërisë, por edhe të Kosovës dhe te Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Deri në momentin e publikimit të këtij lajmi nuk ka kthy përgjigje asnjëna prej institucioneve. Gjatë ditëve në vazhdim do t'ju njoftojmë edhe për detajet rreth këtij grupi.